Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi zhvilloi një takim me komunitetin sportiv të Vlorës, bashkë me kandidatin për deputet Klevis Kaso. Çuçi foli për investimet që janë bërë ndër vite për sportin në të gjithë vendin, duke vënë theksin te mbi 200 palestra të ndërtuara dhe klasa sportive. Në 2013 nuk kishte asnjë palestër të re të rindërtuar. Në këto vite ne kemi bërë 200 palestra të reja në të gjithë vendin. Ishin harruar klasat sportive, aty ku lindin embrionet, aty ku formohen sportistët, aty ku është dhe burimi i vërtet i talenteve. Ishin harruar fare. Dhe ne i ringjallëm këto klasa. Dhe sot, si pjesë e ekipeve të klasave sportive, janë 12.000 nxënës në të gjithë Shqipërinë. Teksa përmendi rindërtimin e stadiumeve në Tiranë, Shkodër, Elbasan e Kukës, Çuçi foli edhe për projektin e stadiumit Flamurtari në Vlorë. Kemi rindërtuar stadiume me parametra europian, Air Albania, që është një bizhu e sportit, e futbollit, jo vetëm e rajonit, por në gjithë Europën. Elbasan Arena, Loro Boriçi, Arena e Demave, stadiumi i Kukësit, stadiumi e Gnati Arena i Rogozhinës dhe së fundi projekti madhështor që do jetë këtu për stadiumin e Flamurtarit dhe jo vetëm stadiumi, por do bëhet i gjithë kompleksi sportiv i Vlorës me pallatin e sportit, me piscina dimrore, me gjithçka që e meriton ky qytet. Për garën e 11 majit, ai kërkoi mbështetje të gjithë komunitetit sportiv dhe jo vetëm. Të mbështesin me vot Partinë Socialiste. Me ditën e zgjedhjeve dhe fitoren e Partisë Socialiste, tha Çuçi, përkon edhe event i madh Giro d'Italia, që do të zhvillohet në Vlorë. Kështu që në datën 11 maj le ta kthejmë në një festë sportive ashtu siç e kemi kthyer, sepse në 11 maj këtu do vi një nga ngjarjet më të mëdha sportive të botës, historike, që është Giro d'Italia, e cila do transmetohet live në 200 vende të botës.